Shikues të nderuar, para se ta përfundojmë komplet këtë edicion të Kosova Live për sot, natyrisht do ndalim edhe tek një temë tjetër që është diskutuar shumë për parashikimin e motit në ditëve në vijim, sepse pati disa informacione që temperaturat do të shkojnë deri në 20 gradë dhe filloi kështu themi një panik, minus 20 gradë dhe përmes një lidhje direkte kemi zotrin Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik. Zotri Aliu, mirë se vini në Kosova Live. Faleminderit, mirësevgjë. Unë thash që ky informacioni fundit, që ishte i pranishëm kudo në rrjetet sociale, filloi të krijoj pak panik tek qytetarët, sepse po flasim për temperatura shumë të ulta. Por si qëndron e vërteta? Si do të jetë moti ditëve në vijim? Po, është gabim edhe nga rrjetet sociale që marrin informata nga njerëz jo kompetent. Do të thotë Kosova i ka rreth 2 milion banor dikun. Edhe mund se cili njeri me dhanë mendimin e vetë, por që informacionet zyrtare për parashikimin e motit janë vetëm nga Instituti Meteorologjik i Kosovës. Të ne janë gjitha qytetet të pajisura me instrumente meteorologjike, do të thotë kemi një rrjet të gjerë të instrumenteve meteorologjike, do të thotë të stacioneve meteorologjike, dhe maqet bëhen çdo kohë, do të thotë çdo orë, çdo minutë bën 24 orë. Ai parashikim që ka qenë, do të thotë thash dhe mjeresht që kanë marrë institucionet në të portalet, ka qenë me temperatura do të thotë se do të lohatën diku minus 20 gradë Celsius. Po kjo nuk është nga Instituti Meteorologjik, kuptomi. Dhe ne kemi demantuar, qysh sot në orët e para të mëngjesit, ky informacion është demantuar sepse sipas parashikimeve tona, ne do të kemi një mot, sidomos nga ora 10 deri në ora 16 ose 14 dikun aty, do të kemi rrezë dielli pothuajse për çdo ditë të ardhshme. Mëngjeset do të jenë të ftofta me mjegull, do të ketë edhe shumë vende në Kosovë ku mjegulla do të qëndrojë edhe gjatë gjithë ditës, do të thotë është një inversion termik i cili ndodh në këto sezona, do të thotë në muajin dhjetor. Për shkak të lagështisë së ajrit të lartë dhe presionit shumë të lartë, ne kemi shumë zona ku temperaturat janë minus edhe gjatë ditës, por jo minus 10 e minus 20. Ato latën ikon minus 4, 5 dhe minus 6 dhe kanë krijuar kushte që të krijojnë edhe akull në shumë vende, do të thotë sidomos në viset përreth maleve. Po. E qartë, zotri Aliu, ju falenderoj shumë që e përmirësuat ndoshta këtë, pra deri në minus 5 dhe minus 6 do të jetë maksimumit themi i temperaturës dhe uljeve që mund të kemi. Po, minimum është fjala. Kurse nga muaji janar e tutje, ne dim që në Kosovë kemi temperatura minus 18 e 20 e më shumë ndoshta, por që nuk ka parashikim për momentin. Ne gjithmonë i njoftojmë në të thotë popullatën se çfarë temperatura do të kemi të paktën për 5 ditë dhe maksimalisht për 10 ditë të ardhshme. Kurse në një interval kohor më gjatë nuk ka parashikime të sakta. Po, nuk mund ndodh kjo. Mirë, zotri Aliu, ju falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Me ndershofsh, punë bardhë. E dëgjuat mirë institutin, pra nuk ka vend për panik, temperaturat mund të shkojnë deri në minus 5, minus 6, por nuk do të ketë temperatura që të ulta deri në minus 20, ashtu si që është raportuar në media kohëve të fundit. Ndërkohë ne jemi krejt në fund, ju falenderoj shumë që qëndruat bashkë me ne. Ne do të takohemi sërish nesër nga ora 12. Mirupafshit dhe mirëmbëjtshit.